Derisa opozita po digjet në krizë, ne po parandalojmë zjarret. Kështu shprehen nga Vlen, nga ku gjatë ditës së sotme në një kumtesë për media, ata thonë se për përballlimin me sfidat që sjell sezoni veror dhe rritjen e rrezikut nga zjarret, qeveria përmes planit operativ për vitin 2025 do të angazhojë 400 zjarfikës të rinj në komunat me nevojat më të mëdha. Zjarfikësit janë heronjtë të vijës së parë në luftën kundër zjarreve dhe vënë rrezik jetën e tyre për të shpëtuar qytetar, pasuri materiale dhe mjedisin ton jetësor. Prandaj, përforcimi i kapaciteteve në këtë drejtim është jo vetëm domosdoshmëri, por edhe respekt edhe përkrahje për punën e tyre heroike. Derisa opozita po digjet në krizë, kundërthënie dhe mungesë vizioni, ne po parandalojmë zjarret në kuptimin e plotë të fjalës. Ne jemi në terren me plane konkrete dhe veprime të matura për ta bërë shtetin funksional dhe të sigurt për të gjithë qytetarët. Sipas Vlenit, plani operativ për vitin 2025 parashikon edhe punësimin e 600 personave të papunë në kuadër të projekteve lokale që lidhen me infrastrukturën dhe mbrojtjen e mjedisit nëpër komuna.